Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Rabb. نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. تداشر ليزر مسلمة الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم شعردنا الله أعلم بمراده. نيتن ديسا منود ذمارم ديسا فرين ننهينا فيالة الله ذو الجلال ذنن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام duke I lut Allahut fuqi plot, Allahut të gjithë dishëm dhe plot mëshirshëm, që ai me mëshirën e vet neve si gjunahtar për azapit të xhehenemit të na shpëton xhennetul firdausin nasib të na ban. Amin. Vëllezër të dashur, jemi në hijen e surës së bekuar, suratu Ibrahim, e posaçërisht në hijen e ajetit që përcollat para ju. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minut nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun Dhul Jalal që frimarjet tona, të cilat I harxojnë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me xhennetul firdaus të ne kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Jalal na shpjegoi për punët e atyre të cilët nuk bëhen për hir të Allahut dhe pruni shembull se punët e tyre janë të pavlera. Dhe shembulli I tyre është sikur një grusht hi të cilin e hudhën në ajër në ditën kur frima e fortë që s'ka dobi prej saj. Pastaj na shpjegoi për qufarët, për simpatizerët e iblisit, për ushtarët e shejtanit, për ata të cilët e japin trunin e vet me qira, nuk mendojnë me ta, por ja japin që tërkuj të bën aj që të don aj, ndërsa këto bohen hazërgji për tac, dembela. E në fund, ata përfundu në xhehenem dhe ndëgjën fjallën e iblisit përfundimtare, famkeqe, I cili do të distancohet nga ata në mes të xhehenemi. Dhe do të thot, mos më shani mu, por shanje vetë vetën, se Allahu ju premtoi, ju se ndëgjut, unë ju premtova, ju mbashtru. Përfundoj, u kri, wa udkhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ndërsa besimtarët që kanë bërë vepra të mira, ata futen në xhennet duke I përshëndet me laqet me selam. Allahu nasib na bë.
E pastaj Allahu dhul Gjelal bjen shembull dhe i thot të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, por edhe mbar njerëzimi derisa të ekziston jeta në këtë nënqill, vazhdon ky shembull kuranor. Çka thot Allahu dhul Gjelal? Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan, ti o pejgamber dhe ti o musliman, ti o njeri, a nuk e shef? A nuk e shef se Allahu dhul Gjelal ka pru shembull dhe me shembull qartësohen çështjet? A nuk e shef? A nuk e shef me sytë e shpirtit? Se me ato të ballit ndoshta e shef, por ato të ballit nuk vlejnë nëse qarohen ato të zemrët. Allahu dhul Gjelal për kufrin thot: innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Kufri, zullumi, e keqja nuk verbon sytë e ballit, por ato të zemrës. Ato janë të verbërt në realitet, ato janë qorrat e vërtet, atyre që janë qaru, janë verbu sytë e zemrës, sytë e trunit, sytë e shpirtit, ndërsa në sytë e ballit shofin, por nuk e shofin hakikatin, nuk e shofin të vërtetën, nuk din të dallojnë të mirën nga e keqja dhe të bardhën nga e zeza. Ato janë të verbët. Ande Allahu dhul Gjelal ju thot besimtarve, atyre që kanë tru të kulluar dhe i përdorin sytë e tyre për të parë realitetin. Alam tara kayfa, a nuk e shef si ka pru shembull Allahu dhul Gjelal? Mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibah. Allahu ka pru shembullin e fjalës mirë me drunin e mirë, me pemën e mirë. Asluha thabitun wa far'uha fi sama. Rranjët i ka thellë të ngulitur, ndërsa degat i ka lartë. Tu'ti ukulaha kulla hin bi idni rabbiha, dhe jep fritin një pas një pa ndërprer me leje të Zotit të vet. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. Allahu ju bjen shembull për njerëzit, la'allahum yatadhakkarun, me shpresë se ato do të mendojnë, se ato do të kuptojnë. Po kush i kupton shembujt kuranor përveç atij i cili e ka besu Kur'anin, që herët nuk i kuptojnë, o vëllezër të dashur. Një herë së pari duhet me besu këtë Kur'an nga thellësia e shpirtit dhe me ditë se ato që ka urdhënon Kur'ani për ty dhe për mua është e dobishme, ato që ka ndalon Kur'ani është e dëmshme. Kur të bindesh, atëherë s'ki problem për ta çu farzin në vend dhe për t'u largu haramit, se ki problem hiç, e ke shumë lehtë dhe me ëmbëlsi e zbaton farzin dhe me knatësi i shmangesh haramit. Ndërsa kur se kupton takondet e keqja e sekondet e mira, se tu kanë verbu sytë e zballit dhe të zemrës. Vëllezër të dashur, këtë shembull Allahu dhul Gjelal na e ka pru në Kur'an. Këtë e lexojmë dhe do ta lexojmë dhe me këtë Allahu do ta adhurojmë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el kalimatu tayyibah, fjala e mirë këtu është për qëllim shahadeti, imani. E druni pema e mirë është muslimani. Subhanallah. Pra ati besimtari që i ngulitet shahadeti, imani në thellësinë e zemrës së tij dhe të shpirtit të tij, ai është fritdhanës. Se ai ka imanin në brendin e shpirtit dhe të zemrës, e ka ngulitur thellë, nuk e ka bërë guhës vetëm në mënyrë deklarative jam musliman. E ka në zemrën e mirë, ndërsa e ka të shprehë. Zemrën e ka të shprehë, ndërsa ai që e ka zemrën të plot me iman, edhe punët i bën sipas Islamit. Tha, fjala e mirë këtu është për qëllim shahadeti. Pema e mirë është besimtari, ai që ka imanin të ngulitur në thellësinë e zemrës, ai është i drejtë, ai është fritdhanës, ai është i ëmbël, ai është krenar me dinin e tij, nuk ka pishman, ai krenohet se është musliman. Vllai dashur, sidomos sot në këtë shekull, të jesh musliman është krenari. Andaj këtij Islami i bëhen gjithë të akuza dhe shpifje, por nuk i bëjnë dëm as pak. E di sa i bëjnë dëm?
sa mund t'i bëjnë dëm frimat e njerëzive dritës së diellit. Sa do që ta frin njerëzit ashimet drita e diellit me frimat e njerëzive, ashimet, po nuk o mo qiria. Ajo nuk është lom gazi, e ti ta shimish duke frin. Ajo është drita Allahu Dhul Gjalal. Sa që mund ta fshin dikush me frimat e ti, dritën e diellit, që mund ta pengon islamin, sa ajo është i garantuar nga Allahu Dhul Gjalal. A ki këtë bindje Allah i dashur, pra ti duke ecur në urën e qelik dhe krenohu se je besimtar, e sidomos se je i ri musliman dhe e re musliman. Krenohu mburu se je sikur pema e drejt, me rojt të ngulitur thellë në tokë, degat lartë, dhe jep fritin pandërprer. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, është një dru i cili i ngjan besimtarin. Është një dru nga drujt, një pen i ngjan mu'minit. E jep fritin pandërprer dhe friti saj hahet tan vitin pandërprer, është i vishëm dhe gjethi lapatet ati druni nuk thahen as verës as dimnit. Tha, cili është që druni cili ngjan muslimanit? Cili është? Heshtën ashabët, si që kishin tradit, nuk i dimnin para pejgamberit. A di që thonin? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe pejgamberi e din më mirë. Edhe kur e dishin, nuk kishin guxim të ngrenzanin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllai, ata sahabë, ata të cilët u edukun pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata në mesin e tyre ishte Abdullah ibn Abbasi, i cili tha, wallahi, nuk ka një ajet kuranor, por po se unë e di kur ka zbrit, ku ka zbrit dhe pse ka zbrit. Tre çështje i di rreth çdo ajeti. Pra kohën e zbritjes, vendin dhe shkakun. E çdo ajeti kuranor e ka ditë Abdullah ibn Abbasi, por kur ka pyet pejgamberi për diçka, ai ka thonë Allahu wa rasuluhu alem. Allahu dhe pejgamberi e din më mirë. E jo si disa njerëz tonë që dalin para babës, para hoxhës, të dishëm, mistiler, pa dije. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, i kam frikë i kam shumë, dy lloj të njerëzive. Cilët janë ato ja Rasulullah? Tha të dishmit që punojnë keq, me diturinë e tyre i mbashtrojnë njerëzit, dhe të padishmit që bëhen të dishëm. Subhanallah, i dishmi i cili punon shtrend, dhe i padishmi që bëhet i dishëm. Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pas një shprehi, kanë thonë Allahu wa rasuluhu alem. Allahu dhe pejgamberi e din më mirë. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu ishte në mesin e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, pra ai dru i cili i ngjan besimtarit është druni hurmas. Nga se hurma i ka rrojnë thellë, degat i ka lartë, është dru shumë i drejt dhe jep fritin shumë të ëmbël, dhe hurma tan vitin hahet e freskët. Ju i keni pa disa penë tjera deri dikur pastaj mo përfundon, se të dalen tjera, ndërsa hurma nuk përfundon. Tan vitin është e freskët dhe është e ëmbël dhe është e këndshme dhe është e dobishme. Dhe hurmës nuk i thahet gjethi as verës as dimi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ai dru, ajo penë fridhënse e drejt dhe e lartë dhe e thellë me rojnë në tokë stabile, është e druni hurmas. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, kur u shpërnda me xhlisi, i tha babës vetë Hazreti Omerit, tha babo, e dinja kjo është e druni hurmas, po pasi që nuk u paraqitet ju, edhe unë e heshta. Dashte të foli, po se pas të udhës që të flasë para juve. Tha Omeri radiallahu anhu, o birim, ta kishe thonë, më kishe gëzu. Shik baba për e vla, të kishe thonë, isha gëzu. Po ani që ke respektu me xhlisin, që se ke ngrit zanin para pleshe. Subhanallah, pra cili qenë ka ki dru, i cili ngjan besimtarit, pra qenë ka druni hurmas. Andaj,
Allahu Dhul Jalal e ka përshkruajtur besimtarin me raj, pra me besim të fort, i lartë. Besimtari nuk bjen për toke, nuk bjen në lloç, ka pi është bodras, kur ta shoh shkrihet midis lloçës. Edhe ai është besimtar, e di pse? Se ai e ka kundërshtu Kur'anin. Allahu Dhul Jalal e ka bë haram alkoolin, por ai bëhet i dishëm filozof, edhe thot, pak me pi nuk ka gjon, po shumë nuk ban me pi, se ka pak unë pi me ment. Edhe ai që pin ka ment, edhe mo që e kundërshton Kur'anin, subhanallah, ai ment i ka dhon me qira. Andaj njoni thoshte, une se kam det alkoolin, se është haram, se kam fri, po mjeku ma ka ndalu se më bën dëm. Subhanallah, o vëllezër të dashur. Pra, Allahu Dhul Jalal bjen shembull me besimtarin e vërtet, me besimtarin e sinqert, me drunin e hurmës dhe drunin e hurmës me besimtarin. Çka do të thotë vëllezër të dashur? Druni hurmës është i lartë. Kur frinë era, ai lakohet, por nuk shkullet. Jo, nuk shkullet asnjëherë. Pse? Se i ka rënë thellë në tokë. Edhe besimtari ndonjëherë e frin fortuna, sa që dikush mendon se mo shkojmë, Islami mbarojmë. Jo, vllai dashur, jo. Islami vin duke u forcu, se Islami e ka shembullin sikur pema, kur ja pret degët, forcohet më shumë dhe fritin e jep më të mirë, më të kvalitet. Nëse e lën çashtu, thahet dhe sjell bereqet. Pra, Islami nuk mbitën tu ja pret degat pa asnjëherë rënë. Unë bitën të ja prej degat me shpifje, me akuza. Kur ban dë një quajtur musliman dë një gabim, me njëherë, subhanallah, akuzojnë Islam, e akuzojnë dinin, ndërsa kur ban dë një tjetër, nuk thojnë terrorist, fundamentalist të krishterë, nuk e përmendin, por pak të bon një gabim dikush nga padija e ti, nga xhamillëku i ti, dhe sa bohen ato, sa janë të vërteta, veç një Zot e din, dhe në shumë raste, ato vetë i prodhojnë ato gjëra, e pastaj i akuzojnë muslimanët, por Islamit nuk i bajnë da. Mos u frigoh vllai dash, mos u trishto asnjëherë, mos u lykshto, po qëndro i ngulitur thellë në këtë din, se këto e ka garantu Allahu Dhul Jalal. Edhe fatmirësisht që Allahu Dhul Jalal këtë din nuk ja u kalon njerëzive ta ruajnë, se ndoshta s'do ta ruajnë, por e ka marrë në mbrojtje vetvetiju. Allahu e ka marrë mbrojtjen këtë din në mbrojtjen e tij. Andaj nuk ka vend për pesimizëm, nuk ka vend të bëheni skeptik për këtë din, por për vetveten. Ne ku jemi në krahasim me këtë fe, ne sa jemi afër këtij dini, sa jemi duke e praktiku, sa jemi duke e ndihmu, sa jemi duke këshillu njëri tjetrin në punë të hajrit, dhe sa jemi duke ndalu nga të këqija. Ajo është problemi jonë, ne ta qajmë halin tonë dhe vetveten, dhe kur njëherë të mos e marim llogari rezultatin, se rezultati është në dorë të Zotit. Dhe ty o vllai dashur, ti i ri musliman, dhe motra jonë muslimane, bia jonë muslimane, të mos ngushtohet, të mos dëshpërohet, të mos ligështohet, kur nuk i hes fjala në punë të mirë, ose kur nuk i hes fjala duke ndalu nga e keqja, se Allahu Dhul Jalal do ta shpërblen për kontributin e jo për rezultatin. Rezultati është në dorë të Allahut. Suksesi është në dorë të Zotit. E jona, cila është e jona? E jona është të punojmë për këtë din, se Allahu Dhul Jalal do shpërblen atë sa ke dhënë kontribut, se sikur ti ishte sipas rezultatit, nuk do të ishte drejtësi, por Allahu Dhul Jalal është i drejti absolut, dhe ai do ta shpërblen Hazreti Nuhin për 950 vjet dave, jo për 12 musliman, jo për 12. Pra Hazreti Nuhi ka thirrë në Islam 950 vjet, për fat keq e kanë besu 12 musliman, por Allahu Dhul Jalal nuk do t'i thotë Nuh që e shpërblimin e 12 muslimanve, se ti qash ke mujt me kontributin tant janë bo 12 musliman, që e shpërblimin për 12. Jo, o Nuh, ti ke thirë 950 vjet, urno shpërblimi në xhenet për 950 vjet kontribut.
Kështu vëllai dashur, edhe ti, edhe mu, edhe atë tjetrin, Allahu Dhul Gjelal do të na shpërblen për kontributin, ndërsa rezultati është në dorën e tij dhe ky din është i garantuar nga ana Allahu Dhul Gjelal. Pra ky din është i garantuar dhe ky din nuk shkulet vëllai dashur. Ky nuk shkulet nga sipërfaqja e tokës. Ky mund të transferohet, ky mund të shpërngulet kur njerëzit nuk ja din shikirin dhe vlerën. Andaj Allahu Dhul Gjelal ka thonë: "Fa idha tawallaytum yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum." Nëse ju ja ktheni shpinën, Allahu Dhul Gjelal këtë din do ta bartën qetërkun, të një popull këtë tjetër, do ta banë të populli italian që kontribojnë për din ju, habitët ta kishi, sikur ta dini në detaje se sa kontribojnë për din muslimanët me preardhje italian. O vëllezër të dashur, sa kontribojnë për këtë din muslimanët gjerman, muslimanët amerikan, muslimanët australian. Sot 5 milion musliman në Francë, por rritet numri 5 milion. Andaj duhet me bo diçka, andaj duhet me shpif diçka kundra muslimanëve, që të ndalet pak rrota e islamit, por nuk ndalet. Rrota e islamit nuk ndalet duke ecur, makina e islamit është duke ecur, vagonat që duke ju ngjitur mrapa, dhe nuk do të bëhet kiamet pa arrit ki din në çdo familje. Migje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O vëllai dashur, mos u dëshpro kur i shef disa gjëra rreth nesh që po ndodhin, pa kjo dëshpruese, mirë po as pak mos guxo të lishtohesh, as pak mos guxo të lishtohesh, por çdo herë ti je i fortë si graniti, se këtë din e ka marrë në mbrojtje Allahu Dhul Gjelal. Ai e ka marrë në mbrojtje, andaj e ka pru shembull se si duhet të jetë besimtar. Pra besimtari shahadetin të ngulitur në thelbësinë e shpirtit dhe të zemrës dhe bon vepra të mira. Andaj Allahu Dhul Gjelal ka thonë: "Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u." Tek Allahu ngrihet shahadeti. Çdo herë ti kur thua la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, shahadeti ngrihet dhe registrohet në lart. Në Arshi Allah registrohet, por për të ngritur lart duhet me bë punë të mira. Punë të mira e ngren shahadetin. Vëllai dashur, nëse ti vetëm shahadetin e dëshmon, por punë të mira nuk punon, shahadeti yt mbetet në sipërfaqen e tokës. Atëherë i ngjan druni të thatë. Druni thot nuk ke frikë, as nuk ka gjë të njohur. Ajo është i thatë. Imani pa vepra është sikur druni i thatë. Imani me vepra është sikur druni i hurmës. Dhe ngritet shahadeti pa ndërprer me veprat e mira tua dhe të mia, ngrihet në Arshi Allah. E pastaj Allahu Dhul Gjelal thot: "Kështu Allahu ju bën shembull që të kuptoni, që ta kuptoni këtë din. Wa mathalu kalimatin khabithatin", po shembulli fjalës keqe, e cila është fjala e keqe? Kufri, nifaku, shirku. Zoti na rujt. Fjalët kundra islamit, fjalët kundra dinit, kundra muslimanëve, fjalët dhe urrejtjet kundra atyre të cilët mundohen ta praktikojnë dhe ta jetojnë këtë islam në tërësi. Prandaj ai që don ta jeton islamin dhe sunetin e pejgamberit, ato duhet me dashje, jo me urrejt. Jo me urrejt ato që mundohet ta jeton islamin. Ani se ti nuk vin tamam ndonjëherë. O vëllai dashur, pra مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Allahu Dhul Gjelal thot shembulli i fjalës keqe, pra i kufrit, i nifakut, i shirkut, e ofendimit, e sharjes. Si e ka shembullin? Sikur një dru i padobishëm dhe parrojnë në tokë. Vetëm pak ka zonë në tokë, ama rrojnë shumë të dobët, ama e ka mbulon sipërfaqen e tokës. Ilshon ato lëndët e veta sikur kungulli egër. Se disa e dini, do i thon kungulli egër, është i kungulli egër, ai bën do kokra tifta, i vinë rakeqe, edhe hiç s'ka rrojnë në tokë. Ai shkulet me njëherë, s'kapi ti kur fardobije, as shije, as aron, as rrojnë në tokë, vetëm e mbulon sipërfaqen e tokës. Pra kufri ndonjëherë duket se ka marrë hovë, dhe kafirat që bën më shumë, jo bën më fort. Ato e kanë shembullin sikur kungulli egër, hiç parron,
Sa të fri era me një herë shkull. O vllajdashë, dhe nuk ka as aram as shije. Kufri s'ka as aram as shije, as rajnë. كمثل شجرة حبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من كرم. S'ka kur farë qëndrueshmërie. A morë vesh shembullin e besimtarit dhe të kafirit? A morë vesh drunin e hurmës dhe kumblin e egër? E çfarë shembulli më të mirë mund të bjen dikush tjetër posa Allahu dhul xhelal, posa ti që don të na bindë neve, se na e kemi shembullin sikur druni hurmës dhe druni hurmës i gjan besimtarit, ndërsa kafiri sikur kumbulli i egër. Ani se duket ndonjëherë i fortë, mos u bën skeptik, mos u mërzit, se nuk e ka gjatë, por besimtarët duhet të jenë aktiv dhe besimtarët duhet të punojnë, jo vetëm të merr shembull dhe të rinë dembel dhe përtas asnjëherë. Vëllezër të dashur, e pastaj Allahu ibn Xhelal thot: "Wa yudillu Allahu adh-dhalimin." Allahu i lën në humbje, pra i humb zullumqarët, të humbur zullumqarët në dunjë dhe në ahiret. Në dunjë nuk ka merr shpirtin Allahu ibn Xhelal pa jo marr shtyrën, ndërsa në ahiret do t'i hudh në fund të xhehenemit. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, dhe Allahu bën çka të don. Ai është i fuqishëm. Ai është i fuqishëm vllajdashë. Ai kur don diçka ti thot bëhu dhe ajo bëhet. Por ti duhet të kontribosh. Ti si besimtar duhet të fillosh prej vetvetes. Duhet ta pajtosh Allahun dhul xhelal nëse e ke hidhru, nëse e ke lënë namazin e sabahut, ta dish se e ke hidhru Allahun dhul xhelal. Mos e përsërit, po ço falë namazin e sabahut, e fali 5 kohë të namazit, e lutë Allahun dhul xhelal të të ndihmon, e lutë Allahun dhul xhelal të të udhëzon, se në namaz i drejtohesh Allahun dhul xhelal i thuhet: "Ihdinas siratal mustaqim", o Zot na udhëzon në rrugën e drejtë. Edhe pse na ke udhëzu, na bën të qëndrueshëm. Andaj Allahu dhul xhelal vazhdon dhe thot: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allahu dhul xhelal i forcon besimtarët, i forcon me fjalën e vërtetë, i forcon me shahadetin. Wallahi kur ta thot muslimani shahadetin nga thellësia e shpirtit, la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah, ato nuk mund ta destabilizon, ato nuk mund ta luhat, as posti, as pozita, as risheti, as ndërmjetësimi, as intervenimi, nuk mund ta luhat. E di pse? Se ajo është besimtari me iman të vërtet. Ai nuk luhat. As tortura, as friga, as kërcënimi. Subhanallah. Bilali radiallahu anhu, rob ka qenë Allah dashur, në kokër të zallit, e kanë shtrin kokër të shpinës, ja kanë vuni gur të masnësh në gjoks, dhe i kanë thonë: "Bollmo me këtë fjalë, ehadun ehad." A di çka do të thotë ehadun ehad? I vetmi i pashoq është Allahu. Nuk o mbashtron pozita, s'mund të mbashtron karika, s'mund të mbashtron posi, s'mund të mbashtron asnjë send. Ehadun. O Bilal, po ta lësh këtë fjalë, ta hekim rasën e gurit dhe të lëm të lirë. Po që se nuk ndalesh nga kjo, do të vjen edhe mo derisa të vdesish për gazeti. A di çfarë thonë Bilalin? Wallahi, po të di se ka ndonjë fjalë që urreni më shumë se këtë, edhe atë do t'ju thoj një. Por e di se ju më së shumë që urreni fjalën ehad, prandaj vazhdoj të them ehadun. Subhanallah. Me çfarë force thonë te Bilali, i robruar, i unët, pa ushqim, pa pi ujë, në shkëtin, kokër të diellit, i ka mosit rreziku me vdekje, i dobët fizikisht, por i fort me imanin e ti, dhe zani ti kur thonë ke ehadun, i trishtonte në shpirt qafirat, e urejnin këtë fjalë si që urejnë çdo herë. Shumë frikë armisht e kanë fjalën ehad dhe fjalën Allahu Akbar. Kur e thonin musliman fjalën Allahu Akbar, qafirave ju hinte frika në shpirt. Tha sallallahu alaihi wasallam: "Nusirtu bir-ru'bi masirata shahrin." Jam ndihmu, Allahu më ka ndihmu
duke futur frikën në zemrën e kafirave, 1 muj larg, 1 muj ustim. Sa u thon njeriu për 1 muj llogarite, me 1.000 kilometër larg, kafirit i hinte friga kur ndinin se muslimanët janë pregadit për front. Dhe kur thonin Allahu Akbar, u kri. Allahu Akbar. Prandaj armiqtë e Islamit gjithmonë mundohen që muslimanët të mos jetojnë me idenë Allahu Akbar, se këtë shumë e kanë frikë. Po me çka duhet të jetojnë muslimanët? Me demokraci. Subhanallah. Me patriotizëm të kalpt, me komunizëm të vdekt. Ato, me qasi, bështroni muslimanët. Boni që boni, t'ja u largoni imanin prej zemrë dhe prej shpirti, dhe keni kujdes se muslimanët me bo me thonë një herë për gjithmonë, bashkarisht, me thonë Allahu Akbar, 1 muj larg i hinë trishtimin në shpirt kafirit. Po shumë pak e ndim fjallën Allahu Akbar në mesin tonë. Shumë pak, andej vetëm ankoheni të ato që kanë qif të ankoheni. Dhe kur ne ankoheni, armiku forcohet. A i forcohet se kush ankohet? I doti ankohet. I forti nuk ankohet, o vëllezër. I forti nuk bën ankesë. I forti merr hakun dhe hisen e vet, e cila i takon, ai e kërkon dhe e merr. Subhanallah, kush ankohet? Ne, pse kemi rënë pozitën e të doptit. Në pozitën e të doptit. A di pse? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Allahu Dhul Jalal thot, mos u zini mes vete, mos u ngatrohni, se ju del era e burnis. Ju del era e burnis e tani ankoheni sikur gra. Gra të shkreta. Sën bëjnë diçka, çka bëjnë ankesë. E burri nuk ankohet, brevoj dashur. Po disa gra kanë qenë dhe jonë ma burnesha se shumë burra. Ju se keni haru rastin. Këto nuk e thëmë për sytë zes, për qef, por e thëmë si realitet. Se në shumë raste, shumë gra kanë qenë ma burnesha se shumë burra. Se nona ati Abdul Meliku, kur ja kthej shpinën gërnatës, e kur u përlot, e kur i tha nona e veç ka kibre virë, se po qanë, tha nonë që më të mos qaj, e kemi ndërtu, e kemi regullu 800 vjetë. 8 shekuj, gjyshat dhe stërgjyshat e kanë ndërtu këtë stanjën me durët e tyre, e tash po ja u lom qafirave. Ama kur u zonë me zvete, vla me vla, u luftun, u raskapitën, u lykështun, atër qafiri shfridzë rastin, edhe këtë e do bun, e kjo përlot se i vin ke keq, por nona e vetë, as pak nuk e më shiroj, as pak nuk u anku, por e kapi për gjokësi, dhe i tha birit vetë, shuj, mos e qani si gratë, pasi se rujtët si burrat. Mos e qani si gratë, pasi se rujtët si burrat. Pra në këtë rast, kush është burë, kush është grua? A ishte grua i cili qante, kjo ishte burnesh i cili ja dha një këshill, ja dha një lekcion. Mos e qani si gratë, pasi se rujtët si burrat. Pra burrat të vëllezër të dashur, bashkë me gjinin tjetër duhet të kontribojnë për këtë din, duhet të kontribojnë për këtë fe, për edukimin e fëmijëve tanë, për edukimin e trive tanë, për edukimin e gjeneratës tonë. Dhe Zoti këtë gjenerat që do të vinë, inshallah do t'jetë ma e mirë se ata të cilët janë edukun në leninizëm, marksizëm, në skenderizëm, nëna terezizëm, e ku të djune shfarizma e dalavere, këto kështu janë edukun. Bite nën Terezës dhe Skenderbeu, ati prem diçka për i tyra. Bite nën Terezës, e majka Terezës, e Gjergj Kastriotit, e asnjëherë se përmendin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, asnjëherë se përmendin Allahu Dhul Jalal, s'na ka friga s'kush, s'na ka derisa nuk themi Allahu Akbar, askush nuk na friget. Ato do të na bëjnë zullum, ne do të ankohemi, ankesat tona nuk merren parasysh. Dhe kështu do të vazhdojmë deri kur? Inna Allaha la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allahu Dhul Jalal nuk ndron gjendjen e një populli derisa ata nuk ndrohen vetvetir, derisa ne nuk ndryshojmë nga brendia jonë vëllezër të dashur, në imanin ton, në vazhdimin ton, në dashnin ton mes vete, në dashurinë e Allahut dhe pejgamberit, në kujdesin për këtë din që na ka dhuruar Allahu Dhul Jalal. Ne lutim Allahu Dhul Jalal që ne të na jepi një iman të fuqishëm në thellësinë e shpirtit ton, dhe të jemi të fritshëm, dhe të jemi të dobishëm, dhe të jemi krenar, dhe të jemi dashamir të njëri tjetrit,
dhe gjithmonë kemi fritdhanës sikur druni hurmës. Në lutim Allahun xhelal edhe një herë zemrat tona nga kufri dhe nifaki dhe nga dobësia dhe nga ligështimi, Allahu tona i pastron. Zemrat tona mes vete, Allahu t'i dashuron. Lutim Allahun xhelal rinin tonë në islam ta udhëzon. Plezet tonë të jetë të lumtur dhe shëndet të plotë. Të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurit tonë t'i sharon, të vdekurit tonë t'i mëshiron. Mbarë muslimanve në rruzullin toksor, Allahu t'ju ndihmon. Zullumtarët mes vete helash t'i ban. Nga azati gjehenemit të na shpëton, Gjennetul Firdausin nasib të na ban. Ela ina ahsen el kelami wa eblegan nizam, kelamullahi l-meliki l-kadiri l-azizi l-allam, kama kala Allahu tabaraka wa ta'ala fil kelam, wa idha kure el Kur'anu festami'u leh, wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala khatamihim wa sayyidihim ajma'in. Muhammad ibn Abdullah mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a ahwa'ahum bi ihsan ila yawm الدين. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib lahumma kama wa'adtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا من الظالمين سالمين. امين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم انا نسالك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. عباد الله ان الله يامر